Spaku ka treguar se nuk dëgjon shumë nga i vesh, thot populli. Ai po heton, vëzhgon dhe mbledh fakte mbi çdo që ka shkelur ligjin, mbi çdo që ka vjedhur dhe është pasuruar me para taksapaguesish. Spaku deri sot ka treguar se nuk e prish as pak linjën e tij të përcaktuar nga ligji dhe vetëm ligji. Ata që besojnë se nuk ka arrestime para 11 majit, me demek sepse na qenkëshin fushata elektorale dhe votimet, shumë shpejt do të zhgënjehen. Do të ketë arrestime, madje edhe arrestime vipash, të atyre që deri sot i kanë punuar qindin Spakut, duke akuzuar dhe të lëndisur, dhe kjo jo për hakmarrje, por sepse ata që shajnë me libër shtëpie një prokuror, një kryetar gjykate, një kryepolic apo një OPG, natyrisht e kanë mizën nën kësul. Ligji dhe zbatimi i tij ndaj atij që ka vjedhur, ndaj atij që ka abuzuar me milionat e popullit, ndaj atij që ka firmosur tenderet dhe ka zhvatur pasuritë e shqiptarëve, ndaj atij që ka vrarë dhe shkaktuar viktima nga ushtrimi i postit dhe ofiqit që ka pasur, do të bjerë si shpat. Askush të mos besoj dhe askush të mos rri i qetë se me qenë se jam deputet, me qenë se jam në listë për deputet, apo me qenë se jam politikan i opozitës, jam imun ndaj ligjit. Jo, kjo nuk do të ndodh, madje do të kemi surpriza nga Spak, ndoshta javën e parë të muajit të ardhshëm. I vetmi sektor që nuk ndalet as në verë, as në dimër, as para dhe pas fushatave elektorale, mbetet ai i institucioneve ligjzbatuese. Spaku ka treguar se nuk ndalet as para presioneve nga politika dhe as para presioneve nga ata që pretendojnë se janë të paprekshëm. Natyrisht nuk mund të ikim askund, natyrisht as në Bashkimin Evropian, duke qenë me nivel alarmant korrupsioni, apo duke pasur me shumicë emra ligjvënësish apo dhe politikanësh që kanë rezultuar nga hetimet korruptuar dhe të lidhur me rrjetet e krimit. Në Shqipëri nuk ka më të paprekshëm, nuk ka më mandate të përjetshme që të mbronin si dikur nga hetimi, gjykimi dhe dënimi. Për Spakun nuk ka asnjë rëndësi në rast se të gënjen mendja ta shtysh hetimin apo dhe gjykimin me raporte mjekësore si dikur. Kjo është drejtësia e re, pa komplekse ndikime politike si dikur ajo e plepaxhinjve. Sot para ligjit janë të barabartë si deputeti, si ish-ministri, si ish-kryeministri, kryetari i partisë apo kryetari i bashkisë apo dhe ish-drejtuesit e institucioneve. Mjafton ti është përlyer me afera korruptive dhe automatikisht je kontingjenti i Spakut. Fundja e Spakut ndaj u ngrit dhe po perfeksionohet. Për të ndëshkuar çdo politikan, drejtues dhe ish-drejtues i institucioni që ka kryer vepra të rënda penale që lidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ata që menduan ta shkrinë Spakun shumë shpejt do të shohin se përpjekja e tyre ka qenë e kotë.